Të shtunën e datës 1 nëntor, besimtarët katolik festojnë ditën e të gjithë shetërve dhe për kujtimin e besimtarëve të vdekur. Edhe në Gjakov po bëhen përgatitjet e fundit që kjo ditë të realizohet sipas të gjitha planifikimeve. Pater Aleksandr Tanushi, famullitar, thotë se rëndësia e kësaj dite është e veçantë në ndërim të vdekurve. Pater, jemi në javën para festës së gjithë shenjtërve, që është festë e urdhnume, sepse në Kishën Katolike kemi shumë festa të kushtuara shenjtërve, por Kisha Katolike ka vendosur, pra historikisht është kjo, që data 1 nëntor të jetë festë solemne, festë e urdhnume në gjithë Kishën Katolike, ku festojmë të gjithë shenjtrit. Ndërsa me datën 2 nëntor, po ashtu përkujtojmë të vdekurit, pra të cilët kanë kaluar nga kjo jetën e amshume. Edhe ne si famulli këtu në Gjakov, pra jemi në përgatitje, ashtu sikur se dhe gjitha famullit në komunën e Gjakovës, në dioqezën e Kosovës, pra ashtu në krejt botën që përgatitemi për këto dy data, datën 1 dhe datën 2 nëntor. Pater Tanushi gjithashtu foli rreth meshëve të cilat do të kremtohen atë ditë. Këto dy ditë, ashtu, na kthejnë pak në kujtim me të parë tanë të vdekur, pra lutemi për ta, vizitojmë varrezat, ne kremtojmë meshë në përgjitha kishat, në për të gjitha filialet e famullisë. Famullia Gjakovës, përveç kishës famullitare të Shën Pjetrit dhe Shën Palit dhe kësaj shetënore të Shnanot, kemi edhe 10 kisha filiale, në të cilat edhe kremtojmë meshë dhe pas meshës bëhet edhe bekimi i atyre varrezave. Fillimet e kësaj feste datojnë nga shekulli i 4. Në atë kohë Gregori IV vendosi kremtimin me 1 nëntor, pas të korrave vjeshtore, kur ishte më e lehtë të sigurohej ushqimi për shtektarët e shumë që sipas punëve verore shkonin në shtektim në qytetin e martirëve.